Dhe pse Shqipëria luan në transfer ndaj Liechtensteinit, atmosfera në qytetin e Shkodrës është mrekullueshme. Kjo për shkak se në stadiumin Loro Buriqi do të luajë përfaqësuesja e Kosovës. Flamujt kuqezidhe të Kosovës kanë mbushur rrugët e qytetit të Shkodrës. Nga ana tjetër, qytetarët shkodran shpresojnë në një fitore të dy përfaqësuesve, asaj të Shqipërisë dhe Kosovës. Të pyetur se cilën ndeshje do të ndjekin, qytetarët shprehen se do të ndjekin të dyja ndeshjet nga televizori, për shkak se në Shkodër nuk ka pasur bileta për ndeshjen e Kosovës. Një gjë e tillë natyrshëm ka shkaktuar pak kënaqësi tek tifozët shkodran. Sot do njeket të dyja ndeshjet për pata mundësi, domethënë, po më e rëndësishme edhe pse kanë orë të kosovar, do njeket edhe ndeshja Kosovë-Kroaci, domethënë. Për ne që jena në Shkodër, është gjëna për mos më pas, domethënë, do bileta ne si jena sportdorësit më të mirë që ka kombëtare, domethënë. Të dy janë të lezetshme, do Shqipërinë më tepër. Kam shkuar sa herë për me ble bileta, thonë që iden me internet, se si ka punë kush i shet. Ata në dorë ka sot dush bileta. Do të më fitu Kosova. Ja, e shqiptarë, dihet ajo punë. Mos më shit biletën në Shkodër, ma marrëm atë. Më shumë shit biletën në Tiranë, ne çabon në Shkodër. Ndërkohë tifozët shqiptar nga Kosova, por edhe nga qytetet e Kroacisë nuk kanë nguruar të bëjnë foto bashkë me tifozët kroat, teksa edhe shprehen për një fitore të Kosovës dhe Shqipërisë. Ne reshin, realno. Barazim. Presim për një barazim. Kena me fitu. 1-0 mjafton, veç me fitu. Do të jetë vështirë, po kemi shpresa. Presim fitore dhe besoj që do të jetë një lojë shumë e fortë. Shqipëria është e padiskutueshme fitoria dhe presim gjithashtu fitore kundër Spanjës. Po shpresojmë në një fitore, edhe pse ndoshta Kroacia ka një ekip më të mirë, më kualitativ mirë, po besoj që vullneti për fitore, dëshira e madhe për fitore do të sjellë rezultat. Dyja ndeshjet si ajo Liechtenstein-Shqipëria, ashtu edhe ndeshja tjetër Kosovë-Kroaci do të luhen sonte në mbrëmje në orën 20:45 minuta, ku takimi i dytë do të luhet në stadiumin Loro Buriqi të qytetit të Shkodrës.